Esmeralda, përshëndetje. Pak ditë më parë u shkolla nga Shkodra Sport si pjesë fituese të më të mirë në vitin 2024. Është emocion dhe kënaqësi kur vlerësohesh në mënyrë të tillë? Natyrisht që është një emocion shumë i madh për mua, sepse puna e vazhdueshme që unë kam bërë, që vazhdoj edhe me bë, vlerësohet me një çmim të tillë. E jam shumë mirënjohëse. Patët emocione në mbrëmjen e zhvilluar në keni marrë obliga? Natyrisht, sepse isha përballë gjithë atyre personaliteteve të sportit dhe natyrisht që kisha emocione. Një dedikim i veçantë. Mendoni që gjithmonë kur merr një shpinë, kërkon t'ia dedikoj dikujt që ndoshta ka ndihmuar më shumë karrierën e tij. Natyrisht një dedikim do ishte për familjen time, në veçanti për maman time që gjithmonë më mbështet. Gjithashtu ajo ka pas ëndër që të bëhet futbolliste, por nuk ka arritur kurrë sepse nuk ka pas mundësi, edhe natyrisht që ja dedikoj asaj këtë çmim. Dhe kur sheh vajzën duke u shpallur kampione prej shumë vitesh, duke marrë dhe çmime të rëndësishme, besoj që edhe mamaja ndjehet mirë. Po, mendoj se e kam bërë krenare, gjithashtu edhe pjesëtarët e tjerë të familjes mendoj se i kam bërë krenare dhe shpresoj që të vazhdoj kështu. Përfaqësoni vllaznin, jeni kapitenja e këtij ekipi me shumë emër në futbollin shqiptar. Është privilegj të jesh pjesë e kësaj skuadre dhe të mbash rinën e kapitenit? Po, u bën disa vite tashmë që unë jam kapitene, natyrisht është një privilegj shumë i madh, por gjithashtu është edhe një përgjegjësi e madhe që unë të jem kapiteni i këtij ekipi plot me trofe, e natyrisht që përgjegjësitë do vazhdojnë të jenë gjithmonë prezente dhe unë do të jap maksimumin që këtë punë ta bëj sa më mirë. Esmeralda, po shohim çdo vit më pak ndoshta femra që merren me sport, por ju jeni ndër të parat që jeni marrë me futbollin e femrave dhe vazhdoni të jeni pjesë e tij. Është gjë e bukur të jesh sportiste, cilësore dhe e suksesshme? Po, unë kam që 12 vjeçë që e kam vazhdu sportin edhe nuk jam dalër asnjë ditë që 12 vjeçë. Natyrisht është po, mund të them një diçka shumë e bukur, po që ti jesh sportiste sepse ka privilegjit e saj, natyrisht që mund të shpallësh kampion, mund të jesh disi e njohur në qytet, edhe natyrisht që ka privilegjit e saj, por në Shqipëri është një sportista shumë vështirë, sepse nuk janë kushtet e duhura, nuk janë mbështetjet e duhura, por në Shkodër besoj se është diçka më ndryshe, sepse ka njerëz që e mbështesin këtë sport dhe natyrisht që mendoj se është diçka shumë e mirë për që ti jesh një sportiste dhe shpresoj që të ketë sa më shumë vajza që të merren me futbollin e vajzave. Titulli i marrë ishte personal, por natyrisht besoj që është një titull që shkon për gjithë ekipin e vllaznisë, një vllazni që i krenon të gjithë në Shkodër me 11 titujt kampion rradhës. Po, një çmim që unë e mora, po mjaft mirë mund ta kishte marrë kushdo prej shoqeve të mia në ekip. Gjithashtu edhe shoqet e mia e ekipit kanë rolin e tyre padyshim në këtë sukses timin. Ndërkohë do të vazhdojnë sukseset e Esmeraldës të vllaznisë futbollit femrave? Shpresoj që po, sepse mendoj se kam edhe disa vite që mund të merrem me futboll dhe shpresoj që të ndihmoj ekipin të shkojë më lart. Në familjen Franja, besoj që tashmë ka një vend për të koleksionuar medaljet dhe trofet e Esmeraldës. Po, tashti mendoj se duhet të hapi një kabinet që t'i grumbulloj këto trofe dhe këto medalje. Sa medalje kampionë dhe fituese të kupës ka Esmeralda në shtëpinë e saj? Thënë drejtë nuk i kam numëruar, por janë shumë. Dhe do të vazhdojnë të shtohen të ardhmen? Patjetër, ky është synimi im që të vazhdoj të mbetem kampione. Shumë prej futbollistëve kur keni filluar ju e kanë lënë rrugës sportin. Ju keni vazhduar ndoshta në të paktat. Çfarë bën të veçantë Esmeraldën në këtë rrugtim të gjatë në futboll? Unë futbollin e kam shumë pasion dhe kjo më ka dhënë shumë forcë që të vazhdoj përpara, edhe pse shoqet e mia, shumë shoqet mia gjatë rrugtimit e kanë lënë sportin, por pasioni që unë kam për futbollin
nuk më ka lënë kur në balë dhe kam vazhduar gjithmonë përpara që këtë sport që unë kam shumë qejf të vazhdoj dhe ta ushtroj sa më shumë. Kush është kritiku më i madh i Smerata Franjës? Po, mami është kritikja më e madhe. Natyrisht dhe njëri që ju mbështet më shumë. Po, natyrisht. Që më mbështet dhe më kritikon më shumë. Do të vazhdojnë sukseset e vllaznisë femrave, si vjet me titullin 12? Patjetër, ky është synimi i klubit, gjithashtu synimi i vajzave që të vazhdojmë që ta nxjerrim vllazninë kampione. Dhe natyrisht sytë të gjithë janë tek arena ndërkombëtare, tek kupat e Evropës. Do të bëjë mirë për të përsëritur ndoshta historinë e pak viteve më parë, kur vllaznia përballej me Real Madridin, me Chelsea, me Paris Saint-Germain. Që të shkojmë në këto nivele duhet shumë punë, natyrisht, por edhe duhet dhe pak fat, siç kishim ne vitin që u kualifikume në 6 muajçe, por natyrisht kur punon asgjë s'të lënë në baltë, natyrisht që ne do të synojmë gjithmonë për me lart, edhe pse jo të kualifikohemi përsëri në 6 muajçe. Ajo çfarë shohim dhe dëgjojmë në deklaratat e të gjithë pjesëtarëve të vllaznisë femrave është familiariteti. Duket që ky ekip është si familje. Ndoshta ka merit presidenti, trajneri i stafit të gjithë për të krijuar një harmoni të tillë. Po, një merit të madhe natyrisht që ka presidenti, sepse ai punon bashkë me gjithë familjen e tij, edhe natyrisht që ka krijuar një ambient familjar, e natyrisht ne që kemi shumë kohë që jemi këto, përpiqemi që t'i bëjmë vajzat që vinë nga vende të tjera t'i bëjmë të ndihen sa më mirë këtu, e natyrisht që është një ambient familjar dhe ndihemi si në familje. Smerata Franja është një pjesë e rëndësishme dhe kombëtarëve shqiptare. Do të vjen rezultate në rritje edhe te kombëtarët? Ky është një synim tjetër që për këtë vit që ne kemi, shpresojmë që të vazhdojmë të arrisim edhe kombëtarët, të marrim rezultate sa më pozitive, sepse dhe të bëjmë diçka me kombëtarët, sepse me vllaznin mund të kemi arritur disa gjëra, por me kombëtarën nuk është se kemi bërë disa nuk është se kemi arritur shumë gjëra dhe shpresojmë që t'i bëjmë, sepse gjithë ky brez lojtarësh e meriton të ketë pak të rezultate të mira në kombëtare. Smerata, janë ditët e para të vitit 2025. Cili është urimi juaj për sportin shkodran në tërësi? Natyrisht ju uroj një vit plot me suksese dhe një vit të mbar. Gjithashtu ju uroj shumë shëndet, sepse shëndeti është në rrallë të parë. Faleminderit, Smerata. Faleminderit.